Një kafe shqeto turke dhe një raki është mikpritja në shtëpit Elbasanit. Dhe këtu jam te familja Qorri, tek shtëpia 150 vjeçare. Rakin e bam me vetë. Visi Eli Travel këtë shtëpi e ka bërë shtëpinë e gjithë botës. Kaloja një ditë me vajzën, rastisht me vajzën edhe me nusën, thash do shkojmë ke Mona dhe ke Dashit, tash unë do t'i sjell turistë këtu, se këta janë familja e dur që bëjnë këtë punë tash. Kanë që tregojnë, kanë histori e tjerë. Pikërisht kjo ju pëlqen, që është shtëpi e vjetër, me traditë, edhe me vërtet thonë është oborri i vogël, po shumë i këndshëm me gjelbërimin, sa që një huj na tha të kem mundësi ta marr me vete në Gjermani. Të marrë shtëpinë. Të merrte oborrin. Oborrin. Si ndihet një profesor matematike si mikpritës? Ti je mësues matematike, ke atë aftësinë e lartë të menduarit, edhe si rezultat i kësaj mund të bash çdo punë. Mikpritin, edhe sajdisjen, edhe muhabetet të lira, të këndshme me, edhe kjo për turistët është një gjë e madhe. Dhe baba im ka qenë i shkolluar jashtë, ka marrë Universitetin Jacques Rousseau, Gjenev të Zvicrës për pedagogji, psikologji. Dhe ju jeni 81 vjeç. Dhe s'keni asnjë rrugë. Regjimi janë rreth parë, janë marrë në sport. Po gruaja nuk ka ndonjë merit në këtë drejtim? Një grua e mirë mban më burrin në jetë? Patjetër pa gruan nuk bëhet asnjë gjë. Hajde gëzuar, mirë si u gjeta. Mirë se na erdhët, ashtë gjithmonë. E sa bukur.